Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takojmë të shikues të nderuar në emisionin e radhës, sikurse çdo herë me mysafir të ndryshëm nga hoxhallarët tonë të nderuar të komunës së Prishtinës. Sonte do të flasim rreth temës së pendimit, pasi që edhe muaji i Ramazanit është muaji i pendimit. Për të diskutuar së bashku me neve kemi të ftuar dy nga hoxhallarët të nderuar. Kemi profesor në medrese Rahim Efendi Aliu, mirë se erdhe, hoxhë nderuar. Po ashtu e kemi edhe hoxhën nderuar Hakif Efendi Hoti, imam në xhamin Jusuf Çelebiu. Mirë se erdhe, hoxh. Mirë se gjeta, faleminderit. Zoti ju shpërbleft që ju keni përgjigjë ftesës. Hoxh, qysh edhe përmenda që ky muaj është muaji i pendimit. A mundesh pak një sqarim çka është pendimi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Azza wa Jall gjatë historisë së njerëzimit ka dalluar vite në të cilat i ka bo vitet të veçanta. Prej viteve më të veçanta janë vitet ku ka jetu Muhamedi a.s. me shokët e tina, tani vitet ku ka jetu gjenerata mas tyne dhe gjenerata e tretë mas tyne. Përveç kësajna ka dalluar muaj të veçantë në të cilët e ka bo do të më të veçantë se muaj të tjerë, e prej muaj të veçantë është muaji i Ramazanit, në të cilin muaj edhe tani gjindemi, dhe e lutem Allahun Azza wa Jall që të na i pranojë ibadetet, duat, lutjet, pendimet, secillit dhe të na udhëzojnë rrugën e drejtë sa më shumë që është e mundur. Megjithatë, përveç muajve ka bo ditë të veçanta. Prej ditëve të veçanta janë ditët e Haxhit dhe si ditë e veçantë e krejt vitit me vlerën më të madhe është dita e Arafatit. Prej netëve i ka veçuar 10 netët e fundit të Ramazanit, po si natë e veçume e vitit krejt është nata e Kadrit, e cila do t'jetë në këto netët e fundit të Ramazanit, e lutem Allahun të na jap shëndet që ta përjetojmë dhe të kërkojmë falje në këto net, e nëse e qëllojmë natën e Kadrit, mundësia e pranimit të faljeve do t'jetë shumë e madhe dhe Allahu më na i fal gabimet e tona. Megjithatë, pendimi si pendim, tawbja është kur besimtari i cili bën gabime, bën shime gjatë jetës vet, vendos që të pendohet dhe të largohet nga pendimet. Pra, pendimi është kur besimtari vendos të largohet nga ato gabimet të cilat i ka bërë në të kaluarën dhe të përmirësohet dhe të vazhdojë jetën sipas urdhnave të Allahut Azza wa Jall dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej pjesës tjetër vet që i ka mbet tani e tutje deri kur Allah Azza wa Jall na e ka caktuar vdekjen e që nuk e dim sa vite se cili prej neve jetojmë, nuk përmirësue. Megjithatë, Sufjan Thauriu, Hasan el-Basriu, me një hadith thot, pendimi i sinqert është kur njeriu pendimi i sinqert është kur njeriu pendohet me zemër. E kërkon pendimin me fjalë, largohet prej gabimeve me gjymtyrët e trupit dhe nuk i përsërit gabimet e njëjta më. Do të nuk thjet në gabimet asnjëherë, të cilat i ka bërë më herët, po përmirësohet. Prej krejt ajeteve kuranore, haditheve të cilat na flasin prej pendimit, dietarët e kanë përmendur një ajet që ka thonë është gjithë përfshirës, është nxehtës për secilin njeri i cili gabon që me kërkuar falje te Allahu Azza wa Jall. E ky ajet është Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten me gabime, me gjinohe, mos e hopni mëshirën, mos e hopni shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Se me të vërtetë Allahu është ai i cili fal gabimet dhe Allahu është falës dhe mëshirues i madh. Pra, në këto ditë të Ramazanit, secili prej neve e kena një mundësi për shkak se në Ramazan angazhohemi më shumë se në muaj tjerë në ibadete. Mas pari na nxit do të për më angazhu më shumë në ibadete, agjerimi muaj të Ramazanit. Na nxit namazet të cilat i kemi gjatë vitit,
po kemi namazin shtesë, që është namazi taravive, e që do të shumë angazhim edhe i xhamatit, i njerëzve besimtarve në namazin e taravive që shtohet në xhamia. Pra është një mundësi që besimtarit gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit të fillojnë të pendohen, të kthehen te Allahu Azza wa Jall dhe ta bëjnë pendimin e sinqert ashtu që Zoti është i kënaqur. Ti e përmend ajetin kuranor ku Zoti thotë thuaj rob të mi. Në dim që Zoti e dëm pendimin për robit, o gjinderum. A ka ajete, tekste tjera që Allahu na thirr për më u pendu me u kthy tek ai? Bismillahirrahmanirrahim. Ajetet janë të shumta, sikur që ka edhe hadithe të shumta, po do të kisha cek dy prej tyre që në mënyrë më gjithë përfshirëse përshkruajnë pendimin e njeriut. E para thot Zoti në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha", o ju që keni besua, pendoni te Allahu me një pendim të sinqert. Me në tregu që nëse pendimi nuk është i sinqert, nuk i ka efektin e vetë që duhet, dhe ajeti tjetër ka thonë: "O ju që keni besuar, pendoni te Allahu në mënyrë që të jeni të shpëtuar." Di ka ndërlidhë edhe sinqeritetin, po edhe shpëtimin, që nëse pendimi është i sinqert, të bjen grupën që ke shpëtu prej gjunave dhe ke shpëtu prej zjarrit të xhenemit. Do thonë pendimin nëse është sinqert kuptohet çu cek më herët që mos kthimi me vetdi është fjala. Me vetdi në gjunat, me një keqardhje për të dhe më mundu me mos me përzip me shtu të mira të cilat i shlimin të këqija. Që thojmë mira pishman tamam me zemër, ha? Hakikat. Hoq, po pejgamberi sa ma nxit për kërkim falje. Prej jetës pejgamberit a.s. me gjona që jeta atina do të ka qenë gjithherë, ka kërku pendim, e dina që Muhamedi a.s. do të Allah Azza wa Jall e ka kriju. Nëpse është koni rujtun për gjunave. E ka zgjedhur për krejt njerëzimit që ai mos me bë gabime dhe është koni rujtër prej anës Allahut Azza wa Jall dhe s'ka bë gjinohe. Megjithatë, për falënderimin që Allah Azza wa Jall e ka nderuar pejgamber, e ka ndije prej vetit nevojën që me kërku falje prej Allahut Azza wa Jall edhe pse s'ka pas gjinohe. Po në jetën ku do të kërkimi falje i pejgamberit selam për gabimet eventuale që ai si ka pas, mirë, po çka thot pejgamberi selam, kërkoni falje prej Allahut, nga sa në brenda ditës kërkoj falje te Allahu 100 herë. Është nxitje për shokët e tina, po dhe për krejt njerëzimin deri në ahiret që me kërkue falje paktën 1 herë, 10 herë, 100 herë në ditje, derisa pejgamberi selam pa asnjë gabim ka kërku falje, atëherë neve ku mbesemi që mos me kërku falje. Sa e nina atë vetën sigurt që me thonë pe kërkoj Zotit falje 1 herë ose dikush as 1 herë. E para, dyta, ata të cilët do të kërkojnë falje, pejgamberi selam sa thot, e taibu min dhanbi kemen la dhanbe lehu. Ai i cili kërkon falje sinqerisht te Allahu dhe nuk kthehet me vedije, me planifikim, është sikur se nuk e ka bërë gjinohin më asnjëherë. Allah Azza wa Jall kur dikush bën gabim dhe pendohet sinqerisht, nuk e përsërit më gabimin, nuk krenohet me gabimin e tina, ja fal gjinohin dhe kur del para Allahu ai nuk i gjon atë gjinohe. Sa Allah Azza wa Jall do të thotë pejgamberi sa ja fal gjinohin sikur kurse ka bëu hiç. Mirë, po e kena edhe një hadith tjetër që pejgamberi selam thot ene demu teube, keqardhja. Do të pendimi si pendim është kur njeriu do të kthehet dhe s'bën gabime. Po edhe keqardha ka njerëz thonë aty këna, m'fal, po m'vjen keq. Edhe kjo është shej se besimtari duhet të pendohet dhe është shej e pendimit që Allah Azza wa Jall jo vetëm pendimi se pendim, po edhe ato do të pendimet e vogla, keqardhet e vogla që i bujna do të mundshme që mes njerëzve, edhe aty na i fal do të kur bojna kërkesë për falje. Allah inshallah na i fal. Amin inshallah. Ka njerëz që për shembull thotë për çka më pendur, për çka më kërku fal. S'kum bu kur, s'kum vran njerëz, s'kum bu. I gjon kështu njerëz që shpreh. Unë s'kam nevojë të me kërku falje, një vetën që jam i pastër. Mashtrimi vetës është kur njeri një vetën që nuk ka faje, s'ka gjënoj, s'ka kur gjë. Allah ka dashur dhe ka kriju njeriun në formën më të mirën, po i ka caktu farzët cilat e ngritin njeriun dhe i ka caktu gjënat cilat e ulin vlerën e njeriut. Dhe sa njeri bën ka një gjëna, kjo vjen të e ullë të poshtë. Po kur pendohet prej saj na kthehet prap nivelin dhe ka dashur Allah edhe farzët, edhe largimi prej haramave me majt njerin atë pjedestalin më të lartë, formën që ka dhënë më të mirën, po kjo vetëm kur njeri e kupton që veç edhe mendimi keq herë është i rënë dhe matët
qysh nga ka përshkru Zoti që do të përgjeni në përgjithësi edhe për mendimet që i keni bo, dhe nuk ka njeri pa gjënohe, sepse veç ai që e mashtron vetë vetën, për ata ka caktuar Zoti, ka shpoll Kur'anin dhe ka thënë pejgamberin e Islam, më na tregu rrugën dhe ku është i lirë njeri, mund me gjetë rrugën, po ku nuk ka mundësi mu pendu dhe me u këthy te Allahu xhalleshanu. Do të thonë nëse nuk pendohet njeri, ka pasoja. Pasojat e mos pendimit janë kot plota, po e para është që privohet nga dituria, sepse dituria në zemër të njerit, aty ku ka gjënohe vjen të erësu zemra. E dyta prej saj është se ashpërsohet zemra e njeriut. Sa bën gjënohe, ai veç vjen të u bë më i ashpër. Dhe çka është më e rëndë është që thot pejgamberi se gjënohet janë si pika të zeza, të cilat e nxjin zemrën dhe kur nxjihet zemra, mo njeri nuk shetan ai bardh. Për ata gjënohet që e mbo sot, mos një vjeti harrohen, e pendimi i me një hershëm është sepse shlirin atë gjëna dhe llogarisë kur mos pas bëheq. Nëse një njeri, pe marrim shembull, e ndin veten që përgjes për veprat e liga që i ka bë. Ja lyp shpirti mu pendu. Don mu kthy te Zoti. Po nuk e din çka duhet me bë, cilat janë kushtet, cilat çysh mi ra pishman. Çështja e pendimeve dhe kërkim faljes, dietarët i kanë dhënë dy lloje. Kërkim falja mes gabimeve që i bën njeriu mes tina dhe në relacion me Zotin, mes tina dhe Allahut azza wa jall. Për shembull, lonja namazit, mos agjerimi Ramazanit, do të cilat Allah azza wa jall obligimet na i ka bë dhe na i kërkon llogarin mes tina edhe njeriu. Dhe lloji i dytë është kur kena gabime mes neve dhe njerëzve të tjerë. E rreth pendimit, kërkim faljes, dietarët prej tyne dhe Imam Neveviu i kanë llogarit 3 kushte. E para që çdo njeri duhet të pendohet sinqerisht për gabimet të cilat i ka bë. Kur kena do të me Allah të pendohemi te Allah azza wa jall sinqerisht, jo dikush vetëm se të po pendohna, po nuk ka sinqeritet në pendim. Pra kërkohet e para sinqerisht. E dyta është që kërkohet është të largohet nga veprat e tilla. Do të mos më përsërit veprat e tilla. Dhe e treta është që të jetë i vendosur në moskthim. Kërkon të kthehet, e treta të jetë i vendosur. Qysh është me qenë i vendosur, mos më kthy. Për shembull, dikush ka bën një gabim gjatë jetës vet, ka vjedh. Sa herë përmenet vjedhja, ai e ndin shpirtin e tij në ngushtim. Edhe të që është pendu, edhe e njën vetën keq mes tina dhe Zotit, vetëm se përmenet si fjalë, e ndin vetën ngusht mes tina dhe Zotit se pas na gabu. Dhe kjo është ka shenjë e pranimit, pendimit dhe e faljes. Dhe është e katërta, do që ka të bëj mes njerëzve dhe njerëzve tjerë. Qysh është mes njerëzve dhe njerëzve tjerë me kërku falje? Për shembull, kur dikush i ka hyrë hak dikujna për njerëzve, ja ka marrë dikujna një sasi të pareve. Dhe për me jo falë gjinohet, do t'ja kthej paret njëri që ja ka marrë. Do t'ja kthej hakun, ai çka është material. Ja ka marrë kerrin, do t'mja kthy. Do t'mja kthy dhe me kërku falje. Mirë po ka një herë çka njerëzit prej natyrshmërisë përgojojmë, përdorim fjalë jo të mira. E këtë do të kërkim falja është jo me kompenzue, po me kërku falje për atë gabimin të cilin e kena bo, do të për fjalë. Dhe kuj kërkojna këtë falje, e kërkojna të Allah azza wa jall. Nga se do të kërkim falja për gabimet të cilat janë prej fjalëve, nuk kërkohet me bo kompenzim, po kërkohet me kërku falje të Allah azza wa jall dhe mos me përsërit. Po me shku edhe te njeriu, edhe pse nuk kërkohet mirë të drejt për drejt, me shku më falë, me thonë se të këm përgëju. Mirë po, me kërku Allahut falje dhe mos me vazhdu me përgëjime për njerëzit e tjerë. Do të thonë nëse ai se din që ti ke fol diçka keq për to se e ke rënu, s'ki nevojë me shku me apris zanën me tregu po. Edhe nëse din, do të dietarët kanë thonë se nëse din, shkon më marr ndoshta te konflikti. Do të se ai ka mundësi që s'ta fal. Dhe kërkojna falje për Allahut azza wa jall, po gjithherë duke ndikë keqardhje, e ndoshta edhe takojmë të ardhmen njeriu e tillë që e kena bë dëm. Hoj, a është dikush i liruar për pendimit i varfëruar i përjashtuar që s'ka nevojë apo duhet këtë njerëzit kanë nevojë për pendim? Këto mos mirë e ka sqaruar pejgamberi alayhis salam kur ka thonë asnjëri s'hyn xhenet pa mëshirën e Zotit.
asune. Dhe përdesa edhe ka kërku falje dhe shpendu për gjënat e veta, atëherë duhet secili njeri me llogarit vetveten, sepse edhe sene që në duken shumë të vogla, janë gabime ka herë dalin shumë të mëdha. Po shkan thonë dietar, nëse gabimet e vogla ka i gurit vogël me gjuni ven, e bëhet sa një kodër diku në mëne, po me i ron mas me një herë, pendohesh dhe për qëllmen e të mirë dhe kjo shumë të ngrit vlerën tonë te Allahu xhalla shanu. Njeri nuk e dëm poshtrimin, nuk e dëm nënçmimin, e cek edhe ti më herë që the Allahu përmes adhurimeve që na ka porosit, na ngritëm, na ngrit vlerën. Nëse gabojmë, pikrisht Allah e ka ndalu gabimin që me na rujt krenarin, si njerëz. Mirë po, a është marrë me gabu? Dhe tani me kërku pendim për shembull? Çështja e gabimeve është që Allah Azza wa Jall kur i ka kriju njerëzimin i ka kriju që mundën edhe me gabu. Prej njerëzimit që s'kan gabue i ka zgjedh pejgamber që Allah Azza wa Jall i ka rujt me forcën, me vullnetin e tina dhe ata s'kan bo gabime. Për ndryshe njerëzit tjerë këtë bën gabime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thonë, sikurse krejt njerëzit të tokës të mos bënin gabime, të gjithë adhuronin Allahun Azza wa Jall drejt. Allah do t'i bën të këta të vdekur dhe do të cilë të krijesa tjera të cilat do të bënin gabime, po krahas gabimeve dhe do të kërkënin falje. Pra nuk është tërp se gabujmë, po turpi është kur dolëm para Allahut Azza wa Jall dhe na ka dhënë mundësinë që me kërku falje për gabimin tonë e na s'kena kërku hiç. To është tërp për shembull kur një besimtar ose një njeri që se beson Zotin hiç, del para Allahut kur i bëhet vonë dhe thotë o Zot kisha besu ty. Mirë po qka dhe kisha kërku falje. Po kur e po atë mundësinë që s'ka më mundësi me kërku falje. Po do qka kërkuhet për njëve që të kërkujmë falje. Përveç që kërkuhet, kema ajetin kuranor që thotë Allah Azza wa Jall, ata të cilët në kërkujmë falje, ata i kanë bo vetit zullum, ose i kanë bo vetit pa drejtësi. Qka në bën kjo që Allah Azza wa Jall në nëzit me kërku falje dhe thotë në ajet kuranor, mos i bëni vetit pa drejtësi. Për shkak se mos kërkimi faljes na për gabimet që i bojmë, na jep mundësinë që ato gabime më na dënu Allah Azza wa Jall në botën e ahiretit. Na tregon Allah nëpërmjet këtij ajeti ke gabu, kërko falje dhe mos i bë vetit pa drejtësi. Halo më shumë ata të cilët bojnë pa drejtësi dhe pendohen, ajeti kuranor thotë Allah Azza wa Jall ja shndron veprat e këqija. Do të sa ka bë prej veprës keqe ka dënim. Do të me numër caktuar për shembull gjunahe ose mëkate, Allah Azza wa Jall kur pendohet, sa është numri aty në mëkateve, i shtohen, do të i fshihen mëkatet dhe i shtohen në sevape, në të mira për botën e ahiretit. Është Allah i përmend që dinë edhe më mirë se na në Kur'an disa shembuj për shembull për disa pejgamber, sikur që është rasti i babës të njerëzimit Ademit alayhis salam, kur ka hongër prej pemës ndalum, edhe ka pranu që i ka gabu dhe ka kërku falje. Si thot o Zot, nëse s'na fal, është fjala Ademin dhe Havën, na do të jemi për shkatrunve. Domethënë nuk është marrë me gabu që edhe përmendet, marrë është mos me pranu gabimin edhe me vazhdu në gjuna. Ose tjetra për shembull që ka ardhur transmetim që Allah xhaleshonu thot thonin që e përmene, që nëse s'kishim me gabu, Allahu rahmetin e tij ku kish me shfaq. Po kina do të për fat keq, një numër i madh i besimtarëve mendojnë se ai ka zemrën e mirë dhe nuk ka nevojë për pendim. Do të çta njerëz në Kur'an janë quajtur gafel. Nuk lëviz rënë atë. Edhe tani do të edhe shejtani dhe Elen nuk e ngutshëm. Po ai i cili bën gabime, ai tani ka mundësi dhe kërkim faljes. Ky do të çka rrin këtë formë dhe i vjen vdekja ashtu tani ka llogarit të mëdha te Allah Azza wa Jall. Pra ornohemi me kërku falje te Allah Azza wa Jall dhe nuk është tërp me kërku falje. Pse ka kërku falje Ademi alayhis salam? Ka kërku falje të gjithë pejgamberët që janë mas tyneve. Ka kërku falje pejgamberi alayhis salam që e përmendëm edhe më herët do të pa pas gabime hiç. Për me falendëru Allahun Azza wa Jall dhe me mësu besimtarët se duhet me kërku falje. Hoxh, për shembull dikush ka gabuar të kalumen, e ka ngarku vetën, gjithse cilë e ngarkujnë vetën me gjinoha, po ndoshta një kohë që sukoni, siç e përmeni hoxha gafeli, pa vëmendshëm,
Mirë po tash kur ka vendos me u pendu ose më këthyn rrugë të Zotit, thët ajo e kalu më jashtë një histori e moqme. A ka nevojë njëri me kërku falje për gabimet që i ka bo shumë moti, ato që i din edhe që se din, apo duhet pe tash kur ka vendos më përmisu? Shtimi, pendimit dhe kërkimi faljes për gabimet bëhet çdo herë edhe për të kalumet. Në maksimum, se është përmen në rasti i Ademit a.s. që ka kërku falje dhe kundërta iblisit i cili e ka bo gabimin, po ku bo krenar ka on nuk një për këtë punë, nuk kërkoj falje heq. E tash që do me pasu Ademin a.s. dhe pejgamber tjerë, kërkon falje, po edhe për ato gjunat që i dim dhe çka si dim, po edhe për të kalumen, se njoni pej sahabive thot, unolla në të llogarita vetën, thot gabimet që i këmbot, janë nisa tu i kontrolu gabimet e mahershme dhe të kërku falje për çdo vit tu i llogarit ato, atë mu dok vetja që lehtësova pe tyneve. Kështu çdo gabim që kërkon falje njëri për cilën do që të bën mend, është nuk ka zhvon kur do që e kur do që ka rënë mend, kërkon falje dhe ato shlyen dhe kthehen në sevape. Po çu pret Zoti pendimin e robit? Derisa Allah Azza wa Jall na ka krijuar, na ka udhëzuar që të instruojmë atina. Mirë po na ka kriju në atë formë që ka mundësi edhe na me bo gabime. Derisa na ka lënë mundësinë që njeriu mundet me gabu, ka kërku që do të kërkon falje. Për atë, pejgamberi a.s. na tregon se Allah Azza wa Jall gëzohet kur besimtari kërkon falje. E shembullin se sa gëzohet Zoti kur besimtari kërkon falje, e ka përmend të na do të nuk kina shkretin, po me shku në botën arabe, në Afrikë, dikush me një deve, e ngarkon deven me ushqim, me ujë, dhe niset me kalu prej një vend tjetër në për shkretir. Do të shkretira shumë e madhe që bën me javë, dikush, nuk del për një ditë dy, po me mujë, nuk më ne kalon shkretirë, do të është e madhe. Dhe kur shkon këtë dikun, me thonë se nga gjysma e shkretirës, bjen më pëshu. Dhe kur zgjohet, i ka hup devja. Dhe i ka hup ushqimi. E lyp, një ditë, 2, 3, së në gjonë. Dhe qka e hup shpresën se mo për shpëtën, se s'ka ujë, s'ka kur gjë. Dhe bjen me flajnë venin ku konë maheret me pëshue, ka pas devën nga, dhe deri sa është në gjumë, Allah Azza wa Jall don i kthehet devja, i kthehet ushqimi. Kur quhet që ky njeri dhe e shet devën, do të e shet që Zoti ja dha një mundësi me jetu hala. Do të thonë, kjo sikur u dorëzu dhe pe pret vdekjen. U dorëzu pe pret vdekjen, se e hupi devja, e hupi ushqimin tash me det. Edhe do të njeriu kur nuk ka një ditë, 2, 3 vjen të dobësu. Dhe tash do të dobësohet dhe në momentin kur e shet devën si është kthyer devja. Do të atje ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gëzimin të madh që ky njeri vën se më thon, o Zot, ti je Zoti im, thot, o Zot, unë jam Zoti yt. Do të e hup edhe të folërit për gëzimin të madh. Nuk e din edhe çka po thet. Për gëzimit. E thot pejgamberi alayhis salam, Allah Azza wa Jall gëzohet më shumë se që ky njeri që ka hup shpresën për jetë. Do të i jap mundësi që ky njeri me pas shpresë dhe me jetu për njëjtën ku me kërku falje. Po ashtu e kina do të hadithet që pejgamberi alayhis salam thot, Allah Azza wa Jall e pret ditën që të pendohet mëkatari i natës. Dhe e pret natën që të pendohet mëkatari i ditës. Na përmenëm më herë do të qka Ramazani është një mundësi që besimtari me kërku falje, edhe i në këtë muj. Mirë po, kërkim falja në ka kohë caktume. Besimtari do mu pendu në ora 5 mëngjesit, e ka do të Allah do të mundësim e pendimit. Do në mu pendu në ora 2 masdite, e ka mundësim. Do në mu pendu në 2 të natës, do të 24 orë, gjatën këtë kompletjet e atina. Gjdo moment, me thonë besimtari, vëlla, që të po du mu pendu, për Zotis ma pranën, do të pendimin në ka. Se koha këtë jetë atina është mundësi e pendimin, në ka këtë saktum. Pra, Allah Azza wa Jall, ata që bojnë gabime natën, i jep mundësi dhe kuna i ka dhonë jetë që mu pendu gjatë ditës. Ata që bojnë gabime ditën, i jep mundësi që ndoshta bojnë vaki bjen atina në me në ora 11 natës me thonë në zëtë falëm. Mja pranu pendimi do të në këtë të ndryshme. Atja lexon e ajtë kuranura, shenë në ngjarja, do që e shtin me kërku falje dhe natën, dikun ditën. Me gjitha te kërkim falje kina tjetër një shembull i cili përmendet në Sahihul Buhari dhe Muslim, do të në një ku, më herët se pejgamberi alayhis salam, një njeri i cili kishte bo gabime shumë gjinohe.
Dhe Zoti e lënë të me jetu, tu jetu, por filloj mu plak. Dhe tash tu plak filloj edhe mu smu. Dhe po vetën që nuk i kam mbet shumë prej jetës. Atër qka boni, i kërkej djemë të vetë, i thire, tha nuk më kam mbet prej jetës shumë. Po du prej juve më makryni përësi masit të vdes. Përësia qka është masit të vdes, tha me morë trupin tem mos me varros. Po me morë dhe me djegën zjarë, dhe kur të djegët krejt trupi em, me morë ata hirin qa jetë, me donë 2 pjesë. Gjysmën e hirit me hip në kodra nalt, kur frynë si do të e madhe që e bart hirin, me qunë nalt, edhe hirin më shpërndone për kodra. Dhe pjesën tjetër të hirit me marë me qunë deti. Dhe kur të hudhet në deti, do deti ka valë që levizin, e leviz dhe shpërndon hirin krejt, sjetë kur gjë prej meje. Dhe masi që vdeq, do të e murën edhe ja qunë amanitin ven, e djegën. Mirë, pa Allah Azogjen me forcën e tina, kur e ka kriju njeriun, kur s'ka qenë heq, e kryon njeriun edhe malet, kur është i kriju njëherë. E ka atë modelin, do që shukon edhe kryon edhe malet, për zotin s'ka, as të herën e por, as të herën e dytë nuk ka vështërsi. Dhe ordhëron hirin që të kthehet prej kodra, prej malev, dhe të kthehet hiri prej detnave, dhe e kryon këtë njeri që shka qenë para se me vdek. Do të erin gjallë. E i thetë të njeri qatë shtyni ty, që te bone këtë veprim. Me të dikë do të trupi dhe me shpërnda hirin, tha Allah, asë shumë kam bo gabimet, të cilat si ka po më heret, për ka fundi jetës dhe i ka po, asë shumë kam bo më kate, sa që e kom llogarit që nuk kam mundësi qysh më dalë para teje, dhe do të qysh me i përbalu denimit madhë që e ke pregadit për mu. Realisht që unë e kom pregadit për veti kur dalë para teje. Dhe Allah Azogjel, kër e po këtë pedim, ka sinqertina njeriut, i tha, ti kun falë të gjitha mëkate që i ke bë më heret. Dhe tha me laqeve, do t'jeni dëshmitar, se unë e kun falë këtë person në botën ahiret. E lusëm Allah Azogjel që t'na i falë gabimet, gjënahet. Është interesant se të kena njerëz dhe për perëndim, dhe kër ka njësë në vend në ndryshme, kur po vdes njeriu e djegin. Do të mos me nëzonë vend vërreza, qysh e logaritin ata. Vllaznit, sot një njeri me bu një veprim, qysh e ka bu që kjo besimtar, ka mundësi do që nuk i falet. Pse? Se Allah Azogjel neve na ka dhonë mundësin, hiq pa u djeg, deri sa të jemi të gjallë me kërku falje. Mirë po, deri kur, deri sa nuk na më rrinë 2 gjona. E para është, kur më rrinë lindja dillit nga perëndimi, krejt njerëzit kërkojnë më bo musliman. Mirë po, do të nuk i pranohet përveç qaj që ka qenë para prakesht, dhe dyta, thët pejgamberi a.s. do pranohet pendimi besimtarit deri kur fillon të don shpirtin. Kur ishe me laqet e vdekjes, çdo njeri thët e besoj Zotin. Po nuk pranohet për shkak se është argument do që Zoti nuk e pranon, se çdo njeri kur ishe me laqet e din që për një me Zoti ekziston. Po atëherë do të nuk i pranohet pendimi. E çdo njeri, thot pejgamberi sa, kush për juve pendohet para këtij momenti, i pranohet pendimi dhe falet për gjitha mëkateve. Ka fole për rahmetin e Zotit në raport me robin. Me të vërtetë është interesante njeri me ditë çfarë Zoti kem, sa i mëshirshëm, sa i dhëmshëm, sa i dashur është në raport me robin e vet. Jo rastisht ka ardhur thonja e Musës alayhis salam kur i ka thonë Zot, nëse një rob i devotshëm thot thirr o Zot, çysh i përgjigjesh? Allahu i thot Musës, i përgjigj na urdhëro o robi im. E thët nëse një gjunaqar të thirë, atër Zoti i thët Musës atina gjunaqarit, i thëmë 3 herë, të përgjigjem, me nëzispret Zoti që robi më këthytaj. Ose si kur i ka thonë Davudit, a.s. o Davud, si kur ta din ata që më kanë këthy shpinën, qëfar malli edhe dashnije kam që ata më këthyn rrugën tem, kishin me arë të shpejtu. Dhe to Davud, kjo është dashnija dhe malli për ata që më kanë këthy shpinën. Qëfar dashnije dhe malli kam për ata cilët janë Më kanë nështruar dhe më kanë nështruar që janë rrugën tëm. Inshallah Allah na bën që me të vërtetë më u kthy atina. E çështja e hadithit parë që e përmendet, thotë ai i cili fal namaz kërkon falje i përgjigj na veç një herë. Ai i cili do të lën agjerimin i përgjigj një herë. Po ai që ka bë, do të gabime kërkon falje i përgjigj na 3 herë. Pse 3 herë?
se që ky pari që fol namazin selen e ka lidhjen drejt për drejt me Zotin, ndërsa gjunaqari ka humb lidhjen me Zotin. Dhe kur për atë Zoti çka, për i gëzimi se kërkon falje, i përgjigjet më shumë se në çdo vepër tjetër. Alhamdulillah. Hoxh, më vërtet tema e pendimit është edhe thellë, po është edhe prekse, që prek shpirtin e robit, sidomos kur e sheh rahmetin e Zotit, sa i mëshirshëm është në raport me neve, edhe që edhe u përmend, kur edhe vetë shejtani mallkumi ka thonë, Allahu xhaleshanhu, kam mi hub njerëzit për rrugës tone, domethënë deri në ditë kiametit ku me punu mi deviju njerëzit, pa nalë, s'ku mu lodh asnjëherë një farforme. Edhe Zoti thot shejtanit mallkum, thotë edhe nuk do t'ja mbylli derën e pendimit derisa t'ju del shpirti, derisa dalin prej kësaj dynjaje. Ndonjë shembull, për shembull nga jeta e profetëve ose ndonjë shembull që po kem shembull të plot, po ato çka Allah është mbulus i gjunave të njerëzve dhe që donë mos më shplu gjunave dhe ka porositë dhe përmes pejgamberit dhe të tjerëve mos më javë që më zbulu të metat e njerëzve, në kohën e Musaut a.s. përmene se ka marrë një thatësi e madhe që kam fillu me ngordh kafsh pej etje se ju hub bereqetit gjitha dhe janë mbledh gjithë me lutë Zotin me ra shi. Po kur e mbledh po lutën, po i thotë Zotin nuk pranohet lutja se në mesin e të pranishve është një rob, një njeri që 40 vjet ka bërë gjunoje, pa i livrit qerpiku heq, s'ka një kur farë keqardhje. Pa dolaj nuk ka pranim të lutjes. Që thëmë nasë që ti ka orën ku ti ka bu. Dhe u këthy Musau për ju thotë popullit vetët, këtu është një, për me pranue lutja me ardhë shiv, me pështu, për i vdekës, sigur të gjithë na, duhet me dolaj. Pritja i gjunasqari mos pëdel dikush tjetër, kërë poshtë pëdel kërkush, tha ma në zët. 40 vjet mi kem bulut metat, gjënohet që i këm bo. Mos më poshtënon këtë moment këtu. Dhe Allah ja pranej pendimin dhe lëshej shiun. Kur e po Musa a.s. shiun dhe po që s'dull kërkush pe i mosës, po i thot ama në rëbë, o zët, the është një gjunasqara, nuk dull kërkush, dhe po pendu sinqeresht. Dhe ja fala e pranova pendimin, o zët, a bën me ditë kush kjaj. 40 vjet kur bo një gjënohet, nuk ja shpluva gjënohet, e tash mas u pendu sinqeresht me zbulu, kjo s'kën kërkun. Kjo është e harrum, është e kryme, kështu që jeni të falen. Rahmeti Allahut. Më vërtet, për thomë, është një temë shumë prekse që se cili besoj që po mundu me përmbajt veten për emocione. Alhamdulillah që e kemi Zotin e tillë dhe i besojmë një Zoti që është kaq i mëshirshëm dhe që çdo herë edhe shqyrcek që nuk ka nevojë as me caktu termin, e kanë ndalu edhe me shku mu rrëfyte dikush ndërmjetësim për kërkim falje, po në atë moment që dojna me ju kthy Zotit, pa i tregu kërkuj, pa u shfaq, pa u qëshu përmen, pa u zbulu para njerëzve, pa na i marrë ftyrën, Allahu na pranon, alhamdulillah. Ju kemi afro dhe fundit të emisionit, e kemi tradit të emisionit, kështu me secilin nga musafirt, nga një mesazh porësi me dhonë për shikuesit, po filloj me Hoxhën Rahim. Ky Ramazan dhe çdo Ramazan do të pitë Ramazan është përësi. Përësi që besimtari duhet të kthehet te Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi a.s. në një hadith thot 5 kohë të namazit, xhumoja deri në xhumon tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, për ata të cilët i kryjnë këto obligime, është falje mëkate mes tyneve. Do të ai i cili ka fal namazin e sabahit dhe e fal namazin e drekës, i falin mëkatet mes këtyne dy namazeve. E fal drekën, vjen ikindia, fal ikindin, falin namaz, gabimet që ka mujt me i bë prej dreke deri në ikindi, ose çdo namaz. Xhumoja deri në xhumo, Ramazani deri në Ramazanin tjetër. Haxhi deri në haxhin tjetër, se umra deri në numër tjetër është përmen. Mirë po te haxhi ka thonë Allah Azza wa Jall, haxhi nuk ka tjetër shpërblim përse vese do xhenetin për aton që e kryjnë dhe pendohet. Në Arafat, dita më e vlefshme gjatë të ditës kërkohet prej neve me kërku falje gjithë. Gjatë të ditën kërkojmë falje dot. Edhe namazet të cilat janë nafile, të tjerat këtë bien. Vetëm farzet, hala do të le që i falem farzet, po urdhnohemi me bashku drekën me ikindi që kohën tjetër mja kërkue, me ja kushtue kërkim faljes.
Ratë edhe qujtë atje do të kudra mëshirës, se Allah lëshën mëshirë mbi ata që kërkojnë falje. Dhe çdo njeri që kërkon falje dhe i pranohet haxhi, falet për gjinave. Mirë po haxhi është një mundësi një herë në jetë. Për shumicën e njerëzve. Një numër i madh njerëzve s'kan mundësi me shku me kry haxhin. Atëherë ja u ka dhënë mundësinë Ramazanit, që është një herë në vit. Kush e ka prit Ramazanin e vitit kalum, sa familjarë kena që tash nuk e presin, se s'janë më gjallë, kanë kalum botën ahirete, ko gjakuhe gjatë për një vit dhe në vitin tjetër. Edhe pse ka njerë kursina, ndoshta sa duhet bindër të Ramazani, thëjmë ku sa shpet për na vje Ramazani. Po në momentin që na kalon mujnë e Ramazanit, harrojna që na kona gjerushëm. Do të harrojna që do të ka morë tjetër Ramazan, na do këtë largë. Pra mundësi tjetra shka, një herë një javë. Tjetra, 5 kohë të namazit. E këshilla jonë është për çdo besimtar të mos rrinë nga fel, mos mendojnë se ne kam zemrën e mirë, si bëj kërkun a keq dhe s'kam nevojë më fal. S'kam nevojë me krija urnat e Allahut azza wa xal. O vllaznia i cili na ka krijuar, na i ka bëu këto obligime, nëpërmjet tyne obligime më na i fal gjinohet. Do të na kuraxhojë me Ramazanin. E kemi hadithin që dhëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e agjeron Ramazanin me bindje të plot, e llogarit vetën, do të këshyr ku ka gabu, s'ka gabue, kërkon falje dhe largohet prej gabimeve, i falën krejt gjinohet e mëhershme. Po thot namazi deri namazin tjetër po ti fal krejt gjinohet. Mirë, po siç përmenëm edhe më herët, namazi nuk ka kusht caktuar. Nuk ka kushte caktuar. Namazi çka? Nuk ka vend të caktuar. Me thonë dikush vëlla në po pres dhe shkojnë qabe mu pendu. Jo vëlla, pendohen shpe, pendohen xhami, pendohen rrugë, pendohet kur je të vozit, ku do që t'jesh. Mundësia e pendimit është e qelne, veç a do në mu pendu. Na ka një herë, është interesant, kur dikun hina në internet atje edhe na do ku dikush një shok ose dikush, dojna mu lidh me ta. Atje thët, bënja follow një herë, kërko kërkesa po të pranon. Ajë ndoshta, si do këtë që interesant, së pranën heq. Ti pret, ndoshta me muje, me vite më të pranu. Ndërsa besimtari njeriu, kër kërkën falet e Allah azza wa xal, kur do që kërkën? Brenda 24 orëve, gjatë të jetës vetë, nuk ka nevojë me prit atje Zoti më të pranu. Po a ke kërku falje, gjithë herkije online. Nuk lidhet, a u nal rryma, a u ndërprej, a u presh diçka, lidhja me Zotin është gjithë herë pa ndërprejmë. Po kreç ka kërkuhet për neve, si këshill për veten tonë, për familjarët e tonë të ngushtë dhe për gjithë njerëzimin është, kërkoni falje edhe nëse kije 1 milion gjinohe, edhe nëse kije 10 milion mëkate, kërko falje se këtë Zoti fal. Allah inshallah na i fal, inshallah na bën agjerimin kabull. Mundësia më e mirë është në kohën e iftarit, është nata e kadrit që është doja, o Zot ti je fals. I don ata që kërkojnë falje, falmi gabimet mua, fali prindët e mi, fali njerëzimin, pra mundoheni çdo kohë të Ramazanit, po posa që është në kohën e iftarit, çelet dera e pendimit edhe kërkim faljes. Inshallah Zoti na i pranon agjerimin dhe inshallah na i bën dot lutit kabull dhe inshallah na i fal gjitha mëkatet. Inshallah. O nderom. Për fund kjo është temë shumë e gjanë, po e pyeti dikush prej sahabive pejgamberin alayhis salam, tha 2 shok kam bo gara në punë të mira, po njoni është vëron luft, tjetri ka vdek në shtrat 1 vjet mas tina. Ta cili ka vend ma të mirë në xhenet, ta ky që ka vdek në shtrat. Që është ma i rëndësishëm saj që u vëron në rrugë të Zotit në xhihad, a e kam rridhë një Ramazan, ky po tha ky me këtoja ka kalue. Ne e kemë mundësinë Ramazanin der, e kemë mundësinë e pendimit, e kemë, ka thonë pejgamberi sa ai që nuk e gjen udhëzimin në Ramazan, nuk e gjen qetësinë shpirtërore në Ramazan, deri në Ramazan tjetër nuk ka mundësi me gjet. Kështu mos të hupim kohën me senet kota, me senet dynjas, po t'i kthehëm istighfarit, Kur'anit, lidhjes farefisnore, gjithçka që na afron te Allahu xhalla shanu, në mënyrë që Ramazani të jetë shkaktor në na liru me zjarrin e xhenemit inshallah. Inshallah. Me këto mesazhe, këto lutje për përmbyllim emisionin, dhe Zoti që të pendohemi secili për ato që kemi bën raport mas pari me veten tonë, me tjertë në raport me shoqërinë përgjithësi, e padyshim që Allah e pranon siç edhe përmendet pendimin e robit. Dhashtë Allah që dalin për këtij muji të falur për gjunave, edhe të kemi fituar kënaqësinë e Zotit dhe xhenetin e tij. Zoti ju shpërblet për këtë fjalë xhellar. Zoti e pranoft. Teleshikues të nderuar, Zoti ju shpërblet për durimin që patët më na përcjell. Beqin e mëshirën e Allahut që shon deri në emisionin e radhës, takohemi përsëri.